Fudejl ibn Iyadi, el-ghibatu ta'kul al-hasanat kama ta'kul an-nar al-hatab. Tha një fjalë të rëndësishme shumë. Fudejl ibn Iyadi ky parve atje. Tha o ju njerëz, a dini çka do të thonë me përgoju njerëz? Kjo i bjen që ti nëse mirësh me përgojimin e njerëzve, përgojimi që kë ti fshin, ti djeg, ti shkroman veprat e tua qashtu shpejt, që shi shkroman zjarri i fort, drumt e thata edhe të terura. Që ka të shpejt, çduken veprat e tua, dhe dorit, bili henez edhe ma të madhe, e po Hasan el-Basriu, i shok dhe pejgamberit, prej njerëzve që është lull e kësaj dunjas, prej njerëzve që njerëzit e kanë referencë të këshillave të mira të arta prej tij që na vijnë, Hasan el-Basriu kë, a din çka tha një ditë prej ditëve? Tha ju njerëz, kuntu ara an al-ghibata tufsidu 9 a'shari din. Veç ashtu më men. Tha ky tabiin, general për cilën pejgamberi ka lavdru, me shpalljen nga ana e Zotit që janë njerëzit më të mirë. Ky është prej tyne. Tha, o ju njerëz, nëse e merrni fenë tuaj, ju e ndani në 10 pjesë. Tu bane krejt. Shpërblimin e namazit, e shpërblimin e zakatit, e shpërblimin e agjerimit, e shpërblimin e të mirave, e sadakas, e buzëqeshjes, e fjalëve, ketët, tu bani, tha, ndani në 10 pjesë. A di çka tha Hasan el-Basriu? Wallahi tha, unë kam i'tikadin, unë kam bindjen që prej 10-ve që ka ndojt fejnë krejt, 9 prej tyre ti ka zhduk përgojimi. 9 prej tyre ti ka zhduk ta kalovis një. Krejt ato shka ke hekët të munue me basene, ti zhduk përgojimi që ka ti mirësh me të tjerë.